Në pjesën e dytë të Sky Live do diskutojmë për situatën politike, ngërçin politik në Kosovë. Para 2 ditësh u zhvillua seanca e radhës e kuvendit që sërish dështoi prerë të 30 të konstituohet, ndërkohë ditën e sotme zhvillohet seanca e radhës. Për diskutuar mëgjërësisht në një linjë të drejtë për drejtë, kemi zotin Sadri Ramabaja, drejtori i Institutit Shqiptar për Gjeopolitik. Zoti Ramabaja, mirë se erdhët në studion e televizionit Sky. Sir Gjej, faleminderit për ftesën. Për ta nisur bisedën, keni ndonjë shpresë, parashikohet që tani rreth orës 11 mund të ketë filluar seanca e radhës për konstituimin e kuvendit Kosovës. Është hera e 31. Po shoh pamje nga televizioni ku deputet grupeve të ndryshme politike po vazhdojnë të hyjnë në sallën e Parlamentit të Republikës Kosovës për herën e 31 pa arritur që konstituojnë kryesinë e kuvendit. Nuk presa sot që do të arrijnë ta bëjnë këtë, sepse nuk varet prej tyre, që është e vërteta. Një pjesë e mirë e deputetëve të Parlamentit Kosovës për fat të keq janë shndruar në kukulla, marioneta të tipit të llojit të vet, që po i nënshtrohen presionit të fuqishëm të oligarkëve të krijuar sidomos në periudhën e apartheidit në Kosovë në vitet 90 dhe të ngritur në pjedestal sidomos në 20 vitet e para të lirisë së Kosovës. Natyrisht ata i shërbejnë agjendave të jashtme dhe kjo është arsyeja reale, cilën nuk po e thonë ende me zë ata që do duhet ta thoshin, ngërçi është produkt i luftës hibride ruse-serbe. Viktim janë këta deputet të shndruar në marioneta qoftë dhe pavetëdijshëm, ka zëra prej tyre. Sot lexova për shembull një deklarim të fuqishëm të një deputete të Partisë Demokratike, e cila proteston të jetë në këtë pozicion tutje, por duket që duhet kohë për ndërgjegjësim. Zoti Ramabaja, pse vjojnë të bëjnë njëjtin veprim deputetët e Kosovës dhe të tentosh 31 herë, kam përshtypjen që nuk është se ka më kuptim, duhet gjetur një rrugë tjetër. Po e qartë është, por tashmë jemi futur në terrenin e taktizimeve strategjike, sepse pothuajse të gjithë drejtuesit e forcave politike parlamentare e kanë qartë se do të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ata që kanë investuar jashtëzakonisht shumë në ndërhyrje në skenën politike të Kosovës para mbajtjes së zgjedhjeve, me idenë që të veprojnë me Kosovën pak a shumë ngjashëm siç kishin vepruar në Mal të Zi përmes luftës, siç thash, hibride, të bëjnë një depërtim të butë dhe ta heqin nga skena politike kryeministrin aktual të Kosovës, sepse këtë betejë zhvillohet që në asnjë mënyrë të mos lejohet të promovohet qeveria Kurti 3. Ata kanë dështuar sepse 42% e qytetarëve të Republikës Kosovës, më shumë se 48% e qytetarëve shqiptarë kanë votuar për vazhdimin e kësaj qeverie. Ndërkaq, siç po shihet, insistimi është këmbgulës nga opozita dhe përrjedhoi e vetë kuptueshme zgjedhjet e jashtëzakonshme tashmë janë të pashmangshme. Mund të bëhen njëkohësisht me ato vendore, nëse edhe kushtetuta e lejon, për të mos pasur edhe kosto? Natyrisht kushtetuta nuk e përjashton, por kushtetuta, siç tashmë kanë dëshmuar njohësit e procedurave kushtetuese dhe ligjit, i parasheh në mënyrë taksative rrugët se si mund të shkohet drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Duhet patjetër që të kemi konstituimin e kuvendit dhe votimin me shumicë absolute, 80 deputet pra duhet votojnë për shpërbërjen e kuvendit që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. E shihni ka zbrasti juridike në këtë hapësirë dhe sigurisht këto zbrastësirat juridike qoftë për konstituimin e kryesisë kuvendit, qoftë për shpërbërjen e
kuvendit, po shfrytëzohen pastaj nga element të papërgjithshëm politik që po e mbajnë Kosovën kështu peng. Megjithatë, unë mendoj se po shkojmë drejt përgatitjes edhe politike dhe psiqike të opinionit për daljen nga kjo krizë përmes zgjedhjeve. Zgjedhjet pra janë zgjedhje. Zoti Ramabaja, edhe në përditshmërinë tuaj, nga ajo që shikoni, ky ngërç politik si po ndikon si te qytetarët ashtu edhe tek bizneset? Halli është te qytetarët, sepse bizneset kanë keq përdor ndërhyrjen flagrante pa precedent të gjykatës kushtetuese në një lëndë që ka dërguar Partia Demokratike në gjykatën kushtetuese para 2 vitesh, gati që kishte të bënte me insistimin e qeverisë atë botë për të ruajtur, disiplinuar bizneset e papërgjithshme dhe ruajtur të paprekshëm interesin e qytetarëve në kuptimin e mos lejimit të shtrejtimit të mallrave jetike. Por për fat keq gjykata kushtetuese këtë ndërhyrje të qeverisë e ka cilësuar si antikushtetuese. Aktet kësaj natyre janë pa precedent në Norvegji, në Suedi, në shtetet ndryshme të botës, kur momentet kanë qenë tepër kruciale, qeverit kanë ndërhyrë dhe kanë ruajtur çmimet e artikujve jetik, ndërkaq gjykata kushtetuese jona veproi konform interesit të oligarkëve të cilët e financojnë Partinë Demokratike, që është e vërtetë edhe Lidhjen Demokratike, dhe bëri këtë që bëri. Natyrisht që në këtë situatë pastaj këta do të e kam fjalën për oligarkët, do të luajnë me çmimet dhe kostoja do të shkojë pastaj në shportën e qytetarit. Zoti Ramabaja, si shikoni rolin e presidentes Osmanin në këtë ngërç politik? Rreth mesit muajit maj, ajo shprehu gatishmërinë për të filluar negociata me partitë politike, por që këto negociata nuk u mbajtën, u zhvillua një takim ku dakordësua që zgjedhjet vendore të zhvillohen në muajin tetor. Mbase ka qenë disi e tërhequr edhe vetë presidentja? Jo duhet njohur sistemin politik të Kosovës për kuptuar se roli presidentës dhe presidencës si institucion ka përfunduar tashmë. Ajo nuk ka mundësi hapësirë kushtetuese për ndërhyrje. Edhe në këtë plan ka hapësirë, pra ka vakum kushtetues. Krejt çfarë mund të bëjë ajo është të krijojë hapësirë për dialog politik. Dhe përmes asaj letre ajo ka insistuar që çështjet e kontestuara të zgjidhen përmes mirëkuptimit politik. Këtu vetëm deputetët mund të nxjerrin situatën, mund të krijojnë hapësirë për të nxjerrë situatën e palakmueshme në dritë dhe për t'i dhënë zgjidhje problemit. Është thjesht vetëm te vullneti politik i deputetëve. Mendoni, zoti Ramabaja, se supozojmë që kuvendi një ditë do të konstituohet, mendoni se ka vullnet politik në mënyrë që këto boshllëqe kushtetuese që kanë dalë në pa dhe që ju i përmendët, të mos ndodhin më në të ardhmen, sepse një boshllëk i tillë kam përshtypjen që sikurse po krijon tani do të krijojë sërish probleme të mëdha. Po patjetër ne duhet të shkojmë në atë drejtim, sepse Republika e Kosovës që është e vërteta është republikë parlamentare, por imponimi i pakos së ahtisarit duke ju mbivendosur kushtetutës de facto e ka bërë Republikën e Kosovës një federat kushtetuese, duke imponuar 10 vende të rezervuara në mënyrë pa afat për minoritetin serb, pavarësisht se ai nuk ka as 4% të popullsisë, dhe 10 vende tjera minoriteteve tjera, madje edhe ca minoriteteve do të thosha thonjse të stisura, të paqena. Dhe në këtë kuadër është dëmtuar shumë pastaj zëri i qytetarit. Ndërkaq
i është rritur pesha e votës së një deputeti për masa gati thujse të pa imagjinueshme. Në këtë kuadër, patjetër që duhet rishikohet kjo çështje. Ne do të jemi dëshmitar pas zgjedhjeve të pushtetit lokal, do të kemi rikthim të listës serbe. Pra një formacioni politik që fare publikisht refuzon Republikën e Kosovës dhe i shërben si agentur e hapur interesave serbe të Beogradit në Kosovë, jo të serbëve në Kosovë. Në këtë kuadër, pra ne nuk kemi zgjidhje tjetër përpos që të ecim drejt krijimit të hapësirës për ndryshime censorë, kushtetuese dhe krijimin e predispozitave që ngërçet kësaj natyre mos të ketë mundësi të përsëriten vazhdimisht. Sepse ne do të jemi para një ngërçe të tillë edhe në prillin e vitit të ardhshëm, kur është afati i zgjedhjes së presidentit, respektivisht presidentës së Republikës. Pra, po të kishim vullnet politik, këto çështje do duhej trajtuar me urgjencë brenda një afati 6 muajsh, por për fatkeqësi, siç e thash, janë interesat jashtë Kosovës që mbajnë Kosovën të bllokuar tashmë. Dhe për të mbyllur bisedën, zoti Ramabaja, e keni krijuar një ide, një opinion se si do të zgjidhet kjo krizë? Zgjidhja më fatlume, më e mira që do të preferoja unë do të ishte natyrisht shkuja në zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe një votim plebishitar. Sërish për qeverin kurte. S'ka zgjidhje tjetër në Kosovë, duke dërguar në histori një grupim politik që nuk i ka shërbyer asnjëherë Kosovës dhe individ të lidhur me qarqet e oligarkisë, me atë grushtin e oligarkëve që kryesisht e japin ton jetës politike në Kosovë nga prapaskena, ndërkaq parlamentin e shfrytëzojnë si sallë teatrit tragjikomik, e cila po i irriton gjithnjë më shumë qytetarët e Republikës Kosovës. Zoti Ramabaja, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.